Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje të parakohshme pas krizës aktuale me mos zgjedhjen e kryeparlamentarit, ashtu ka deklaruar për Report TV profesorisë së drejtës kushtetuese dhe ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Kadri Kryezio. Opsionet janë të hapura. Me shku në zgjedhje, me kriju qeverinë vetëvendosja, me kriju qeverinë do të thotë opozita, gjitha opsionet janë të hapura. Kryezio thotë se krijimi sa më shpejt i institucioneve është imediate pasi Kosovën e presin punë të jashtëzakonshme, duke patur parasysh ndryshimin radikal të administratës amerikane dhe sfidat që Kosova ka për t'i zgjidhur si asociacioni komunave serbe, futja në KIE, NATO dhe OKB. Për të hyrë në KB ne duhet me rregullu këtë vijen kufitare me Serbinë. Via kufitare me Serbinë është 410 km. Me Malzi e kemi rregullu, me Maqedoni e kemi rregullu, me Shqipërinë s'kem nevojë, duhet me Serbinë. Kjo duhet kaloj në parlament me 2/3, edhe në parlamentin serb, edhe parlamentin tonë. Sa i përket zhvillimit të seancës së 4 konstituitive, që do të mbahet të hënën, profesori së drejtës kushtetuese thotë se propozimi i vetëvendosjes për kreun e parlamentit ishte i papërshtatshëm. Propozimi që kanë qenë dje, kanë qenë me një njeri papërshtatshëm sipas gjitha gjasave dhe vetëvendosja nuk i ka votat e mjaftueshme për krijimin e institucioneve. Në vazhdimin e tretë të seancës konstituitive të 19 prillit, deputetët e Kosovës dështuan që të zgjidhin kreun e organit ligjvënës. Propozimi që Albulena Axhiu të jetë kryetare e re e Kuvendit të Kosovës dështoi 2 herë që të marrë 61 votat e nevojshme. Pas kësaj, kryesuesi i seancës, Avni Dehari, e ndërpreu seancën deri të hënën orën 15.